Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg ka gjetur shkelje në të dyja shkallët e procesit të vettingut të ish-gjyqtarit të Gjykatës së Lartë Shkëlzen Selimi. Sipas vendimit të publikuar këtë të martë, organet e vettingut, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit nuk garantojnë një proces të paançëm dhe të drejtë. Ata nuk morën parasysh argumentet e Selimit dhe nuk i dhanë kohë të shqyrtonte pretendimet e ngritura ndaj tij, duke shkelur të drejtat e tij për një gjykim të drejtë dhe për privatësi të garantuara nga artikulli 7 fraksioni Konventës Europiane për të drejtat e njeriut. Shkëlzen Selimi u shkarkua nga KPK në korrik të vitit 2018, ndërsa vendimi u la në fuqi në KPA një vit më vonë. Gjatë procesit, organet e vettingut e konsideruan Selimin të papërshtatshëm dhe me lidhje me elemente të krimit të organizuar, ndërsa ai e braktisi seancën duke e cilësuar procesin si të komprometuar. Selimi nisi karrierën e tij gjyqësore në Vlorë, ku shërbeu për më shumë se një dekadë dhe në vitin 2011 u zgjoll antar i Gjykatës së Lartë. Vendimi i Strasburgut shënon një fitore të rëndësishme ligjore për ish-gjyqtarin, duke theksuar nevojën për respektimin e standardeve ndërkombëtare për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe garantimin e të drejtave të tyre në proceset disiplinore.